Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për turizmin në Shqipëri, nga një vend që dikur shihej kryesisht si destinacion veror, Shqipëria po kthehet gjithnjë e më shumë në një vend ku të huajt jo vetëm pushojnë, por edhe zgjedhin që të jetojnë. Rritja e interesit nga emigrantët, nomadët digjital dhe investitorët e huaj po ndryshojnë padyshim fytyrën e Tiranës dhe të zonave turistike, ndërsa zhvillimi i infrastrukturës, fluturimeve dhe projekteve të reja po e bën vendin më të aksesueshëm se kur më parë. Por paralelisht me këtë zhvillim, lindin edhe pyetje të rëndësishme, apo bëhet Shqipëria më e shtrenjtë për vetë shqiptarët, cilët janë zonat më të kërkuara nga të huajt dhe a jemi realisht gati për të kthyer në një destinacion europian për të jetuar, jo vetëm për të vizituar. Unë do të flas më tej rreth kësaj teme me ekspertin e turizmit Isa Kresniqi, që e kam në një lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment. Isa, të përshëndes. Përshëndetje Viola. Është kënaqësi të flasim gjithmonë për sektorin e turizmit. Tani, nëse ne bëjmë një panoramë përgjithshme, çfarë ka ndryshuar konkretisht në Shqipëri që po i tërheq kaq shumë të huajt vitet e fundit? Pra, cila është, po themi, ajo karta nën mëng e Shqipërisë që po i bën të huajt që të vinë këtu gjithnjë më shumë dhe të mendojnë jo vetëm për ta vizituar, por edhe të mendojnë si investitor? Atëherë është shumë e rëndësishme që ne duhet të kuptojmë që Shqipëria është shumë e bukur, edhe ne vetë. Domethënë duhet ta bindim edhe veten tonë që Shqipëria është një nga vendet, po themi, më të bukura të rajonit. Sot turizmi shqiptar po kalon, po themi, një moment shumë interesant. Pra nga një anë kemi, po themi, rritje të vazhdueshme të numrit të turistëve, por kemi edhe interes më të madh nga tregjet, po themi, edhe europiane. Si për turizëm, si edhe për real estate apo për qëndrim të vazhdueshëm në Shqipëri. Kemi hyrje të markave ndërkombëtare, pra në hoteleri, dhe Shqipëria po përmendet gjithmonë e më shumë si një, po themi, destinacion mesdhetar dhe me potencial të lartë. Por nga ana tjetër kemi zhvillime gjeopolitike shumë serioze, po themi, në botë, sidomos me tensionet në lindjen e mesme dhe diskutimet e ngushticës së Hormuzit, që ndikojnë direkt tek ekonomia globale dhe sidomos në sektorin e turizmit. Turizmi është një nga sektorët më të ndjeshëm ndaj krizave, sepse lidhet direkt me transportin, aviacionin, çmimet e karburantit dhe sigurinë, po themi, psikologjike të turistëve, sepse në fund të ditës çdo turist ka si kryesore sigurinë. Ajo që ne po shohim sot është se Shqipëria po rritet, por tani duhet të kaloj, po themi, nga faza e boomit tek faza e menaxhimit profesional, pra në rritje. Që do të thotë konkretisht, Isa, çfarë duhet bëjmë më mirë? A na intereson vërtet bumi, apo na intereson më shumë kjo? Turistë të cilët realisht vinë, e vizitojnë Shqipërinë, shpenzojnë, po edhe turistë të cilët vinë këtu, vizitojnë Shqipërinë, shpenzojnë dhe vendosin që të investojnë dhe të jenë më jetë gjatë edhe duke sjellë përfitime për ekonominë shqiptare. Shiko, ne sot nuk po flasim më për një rritje, po themi, spontane, apo vetëm sezonale. Pra Shqipëria po hyn në një fazë ku po krijon identitet turistik më të qartë. Pra, vetëm në mars të vitit 2026, sipas të dhënave të Instat, mbi 609.000 turistë të huaj hynë në Shqipëri, pra me një rritje prej diku 10% më shumë të krahasuar me vitin e kaluar. Pra kjo tregon që turizmi nuk është vetëm, po themi, në korrikë edhe gusht, siç e imagjinojmë ne, por edhe më gjerë edhe më gjatë. Ka shumë interes, si më thanë, edhe në dimër. Ne kemi sfidë kryesore, po themi, dimrin, sepse ne e dim shumë mirë që sidomos zonat bregdetare janë pothuajse bosh në dimër. Pra duhet të punojmë shumë që ta kthejmë një turizëm, po themi, gjithvjetor. Por tani sfida është edhe tek cilësia, sepse rritja e numrave është e rëndësishme, por më rëndësishme është eksperjenca që merr turisti. Sot një turist i kënaqur të sjell 10 të tjerë përmes rrjeteve sociale, përmes rrjetit familjar apo shoqëror. Pra një turist i pakënaqur të dëmton imazhin shumë shpejt të vendit. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Ne si operator turistik
mendoj që duhet të investojnë më shumë tek profesionalizmi dhe jo vetëm tek fitimi i shkurtër, sepse turisti kërkon shumë eksperiencën, pra korrektësinë edhe sigurinë. Duhet investim tek stafi, tek trajnimet, tek gjuhët e huaja, tek shërbimi, pra duhet shumë të kemi, një paketë profesionale që ta ofrojmë në mënyrën më të mirë. Nuk mjafton vetëm deti. Pra Shqipëria ka malet, ka agroturizmin, ka Shqipërinë e gjerë dhe të bukur. Gjithashtu kemi edhe historinë, pra kemi shumë vende me histori. Ajo që duhet bëjmë ne si operator turistik është gjithmonë ajo shumëllojshmëria e vendeve ose vizitave të vendeve turistike, por edhe historike, në mënyrë që t'ju tregojmë edhe për historinë, tonë. Operatorët duhet të fillojnë të punojnë për mendësinë gjithëvjetore dhe jo vetëm sezonale, sepse sot trendi botëror është turizmi gjithë 12 mujor, pra të gjithë e dinte. Prandaj gjithashtu duhet më shumë bashkëpunim mes operatorëve dhe jo konkurrencë që dëmton tregun. Pra kur ulet shumë çmimi pa standard, në fund dëmtohet destinacioni. Nga sfidat kryesore, mendoj këtë vit, sidomos, padyshim e para që i përket, qeverisë dhe shtetit, është lehtësimi i procedurave të vizave. Ne kemi folur dhe e kemi diskutuar shumë herë, sidomos vjet, bile se kemi diskutuar edhe bashk, që vjet ka pas raste për shkak eventit që janë bërë shumë evente dhe një nga eventet kryesore që është bërë në Shqipëri kanë qenë ndasmat, pra të huajt që bënin ndasma. Por ato vende që kishin nevojë për viza, her pas here, përballeshin me probleme shumë të mëdha sa i përket refuzimit të vizave, vonesave të vizave. Pra ndërkohë që dasma ishte bërë, pas një jave dilte viza. Pra nuk kishte kuptim, si më thonë. Prandaj do të kemi në momentin që ne si Shqipëri, si shtet, si sektor, themi që kemi e-viza, pra elektronik viza, atëherë realisht duhet ta kthejmë në elektronik viza, në mënyrë që në fakt kjo është një procedurë e cila ka filluar të funksionojë, paktën nga disa lajme të mëhershme, do të favorizohen, këto barierat deri diku që kanë të bëjnë me dokumentacionin për shtetasit e huaj, po kam përshtypjen që do të jetë e aplikueshme për rastin atyre që do të qëndrojnë në Shqipëri, duke qenë se ne kemi dhe një fluks të personave të cilët vinë dhe vendosin të qëndrojnë këtu. Nuk po flas vetëm për ata të cilët kanë ardhur përmes agjensive, por po flas edhe për raste që besoj ti duhet i dish më mirë, kur dikush vjen këtu vetëm për ta vizituar dhe përfundon duke qëndruar këtu, duke marrë një banesë me qera, apo duke bler atë banesën dhe duke menduar seriozisht që ta zhvendos jetën në Shqipëri. Dhe në këtë sens, cilat janë kategoritë që interesohen më shumë për Shqipërinë? Padyshim kemi si fillim shtetet fqinje, pra sidomos në vend të parë qëndron Italia. Pensionistët nga Italia kanë ardhur shumë në Shqipëri dhe po investojnë dhe po qëndrojnë, pra pjesën e jetës po e kalojnë në Shqipëri, kryesisht në zonat bregdetare. Pra kemi Golemin, Kavajën, Durrësin, këto që janë edhe më afër, po themi edhe të aeroportit. Shqipëria ka çfarë të ofron. Shqipëria ka, harta e Shqipërisë është, ne e shohim si të vogël, por realisht kemi të diversifikuar atë gjitha, po themi, shërbimet dhe atë që ne ofrojmë. Në Shqipëri, së fundi është kthyer trend edhe blerja e banesave. Ka shumë të huaj të cilët po blejnë banesa në pjesën, po themi, kryesore të qyteteve si Tirana, Vlora, kryesisht Vlora, dhe pak Staranda, por ajo që është e mirë në këtë, po themi, në këtë temë është se të gjithë këto po kthehen në promotor të turizmit dhe po kthehen në reklam të fuqishme, sepse gjithsecili nga ato të cilët kanë hedhur, po themi, lek në këtë sektor, padyshim që do
do mundohen të marrin, po themi, më të mirën. Ka shumë nga ata të cilët kanë hyrë, siç e theksova edhe në fillim, që kanë hyrë me hoteleri, por kemi shumë edhe polak, të cilët kanë marrë ambiente me qira dhe i kanë kthyer në hostele, kryesisht në Vlorë dhe në Sarand. Shumë nga turistët e huaj po e shfrytëzojnë edhe për të bërë lek, po themi, në Shqipëri, sepse është një sezon i cili është goxha i mirë dhe goxha i gjatë, duke filluar, po themi, që në maj deri në fund të shtatorit për të huajt dhe për ne akoma më gjatë. Shpresojmë shumë që këtë vit të kemi turistë të cilët, po themi, shpenzojnë, sepse ne gjithmonë paralelisht duhet të ecim me numrin e turistëve, por duhet të ecim gjithashtu edhe me turistë të cilët janë, po themi, elitar dhe cilësor, në mënyrë që të kenë akoma më shumë, po themi, buxhetit të shtetit, por edhe buxhetit të xhepave të qytetarëve, pse jo t'i japin një dorë, po themi, ndihmuese dhe të madhe. Fakt, janë pikërisht ata turistët për cilët Shqipëria do të kishte nevojë, duke marrë parasysh që ne kemi kaq shumë gjëra për të ofruar, që nga historia deri tek natyra, por po më rikujtohej dhe po më vinte në mendje Isa, teksa ti thoje që na duhen turistë elitar, fakti që ka vende si Italia apo edhe vende të tjera janë të shumta në fakt, cilat kanë një histori të gjatë turistike dhe kanë filluar në këtë pikë të vendosin taksa për turistët, të shtrëngojnë pak rregullat e tyre dhe ta bëjnë më të vështirë vizitimin e zonës për shkak të gjitha dëmeve që kanë ardhur si pasojë e këtij fluksit lartë turistësh. Dhe këtë mendoja në momentin që ti e thoje që na duhen mbase turistët elitarë, ata që shpenzojnë shumë, ata që sjellin të ardhura më shumë se sa ky bumi i madh i njerëzve që e vizitojnë Shqipërinë, e promovojnë, na sjellin turistë të rinj patjetër, por sa vlen realisht për ekonominë e vendit, kjo mbetet pikpyetje. Është shumë e rëndësishme, Viola, të theksojmë që sektori i turizmit është një sektor i cili, po themi, vjelen taksa në të. Kemi, siç e përmendet ti, Italinë, por kemi vjet me shifra konkrete sa i përket Spanjës, Barcelonës, Madridit, Alhambrës, pra janë vende të cilat po vizitohen më së shumti në Spanjë dhe kryetari i bashkisë së Barcelonës doli me deklaratë, tha nuk duam më turista. Pra nuk Airbnb-n shumicën e vendeve e kanë ndaluar pra në Spanjë, sepse domethënë kishte mbi numrin e kërkuar, sepse në fund të ditës, po themi, kalohet edhe në problematike dhe numri i madh. Pra siç na ndodhi vjet në Lezhë, e kujtojmë shumë mirë rastin që për 24 orë s'kishte as bukë në Lezhë. Pra në gjithë, as në markete, as në furra, në asnjë vend. Pra jemi një vend i vogël, por duhet të bëhemi edhe gati. Në gjithë botën, sektori i turizmit i ka taksat, po themi, nga taksat më të larta. Përveç Shqipërisë, nuk kemi taksa normale, po kemi, si më thonë, gjysmën e taksave apo më pak. Mund të kemi diku 30 e ca % më pak se gjithë sektorët tjera ne në turizëm kemi fillojnë taksat nga 6%. Pra që do të thotë që qeveria shqiptare po i jep një dorë shumë të rëndësishme këtij sektorit në mënyrë që të, po themi, të bëhet, të zhvillohet dhe të rritet. Ne po shkojmë drejt rritjes, duke mos harruar, po themi, edhe sfidat që kemi, sepse një nga sfidat kryesore është edhe infrastruktura. Pra në rrugë, ujë, energji, menaxhim mbetjesh, parkingje, aeroporte. Pra, ne jemi një vend i cili për momentin kemi 2 aeroporte, pra aeroportin e Tiranës dhe aeroportin e Kukësit, pritet që të hapet edhe aeroporti i Vlorës, me shumë mundësi do ketë vonesa edhe këtë vit, me shumë mundësi mund të hapet vitin tjetër për shkak edhe problemeve të firmave ndërtuese, por ne na duhet, po themi, gjithashtu duhet një kontroll shumë i fortë edhe për standardet. Pra duhet të kemi një mbrojtje konsumatori. Pra
Së fundmi, kryetarja e Bashkisë së Vlorës doli me një deklaratë shumë të mirë, e cila realisht e mbron konsumatorin, pra me standardizimin dhe caktimin e çmimeve të shezllongëve, pra doli me një deklaratë ku do jetë këtë vit 7.000 lekë të vjetra një shezllong, dhe kjo është diçka shumë e mirë sepse ka një kontroll. Pra, nuk mund të promovojnë Shqipërinë si një destinacion premium dhe pastaj turisti të përballet me probleme, po themi, bazike. Edhe kjo duhet të ketë shumë kujdes, po themi, nga gjithë sektori. Një tjetër element që mund ta përmendim është shumë i rëndësishëm promovimi inteligjent. Pra që do të thotë Shqipëria duhet të synojë tregje që sjellin, po themi, turist me qëndrime më të gjata dhe me fuqi më të lartë, po themi, shpenzimesh. Që do të thotë konkretisht nga cilat tregje do na interesonin turistët në Shqipëri, realisht për shkak të qëndrueshmërisë së tyre, për shkak të shpenzimeve të tyre, kapacitetit ekonomik e shumë çka tjetër. Unë besoj që shumë janë tregjet të cilat mund të ndikojnë, por nuk është pikërisht në dorën tonë e gjithë zgjedhja. Padyshim në dorën tonë është promovimi i Shqipërisë, pastaj zgjedhja është në dorën e tyre. Vendet e lindjes janë kryesore të cilat harxojnë dhe ajo që na ndihmon ne, po themi, në Shqipëri është se Shqipëria është një vend i sigurt, një vend i cili nuk ka probleme sa i përket luftës, sigurisë mbi të gjitha, por jo çmimeve. Pra çmimet këtë versë, me thonë, do jenë relativisht më të larta, por nuk ndikojnë shumë, po themi, në pjesën e asaj që do ketë kërkesë, po themi, nga ato tregje. Unë besoj që Shqipëria po ecë mirë në turizëm, pra në tërësi, por tani sfida nuk është vetëm të sjellim turist. Pra sfida është të ndërtojmë një turizëm të qëndrueshëm, me cilësi, me standarde dhe me vizion, po themi, afatgjatë, sepse turizmi nuk është vetëm ekonomi. Pra turizmi është imazhi i Shqipërisë para botës. Dhe mënyra se si ne e presim turistin sot është mënyra si bota, po themi, do ta kujtojë Shqipërinë nesër. Prandaj duhet të jemi më të vëmendshëm dhe duhet të japim një rëndësi shumë të madhe këtij sektori. Tani, do doja patjetër të ndaleshim tek perceptimi i parë i të huajve kur arrin në Shqipëri. Ne kemi diskutuar edhe në herë të tjera, Isa, po patjetër besoj ka gjithmonë histori të reja për të ndarë edhe mbase nëse i përmbledh të gjitha ato histori që i përkasin eksperiencës tënde me njerëz që vinë nga shtetet të ndryshme, mund t'i përmbledhësh dhe të sjellësh një perceptim të përbashkët të tyre pse e preferojnë Shqipërinë, përveç atyre gjërave që ne i dim, që janë bukurit, vendet e bukura për të vizituar e shumë çka tjetër e këtij lloji, por përtej kësaj çfarë preferojnë dhe cili është perceptimi i të huajve për Shqipërinë. E para gjë është pjesa ka shumë nga turistët thonë që shiqur që e keni aeroportin e vogël. Pra është diçka që ne nuk e vrejmë, themi pse kështu, po është shumë e rëndësishme sepse janë disa aeroporte në botë, po themi si aeroporti i Dubait apo i Frankfurtit apo disa aeroporte të cilat kur hyn atë humb, po themi. Në Shqipëri kur vinë kënaqen, thënë dolëm direkt. Tashmë në aeroportin e Tiranës janë bërë shumë investime dhe investime të cilat është për të përgozuar realisht, sepse e ndihmojnë, po themi, imazhin e Shqipërisë. Tashmë në momentin që zbret një turist i huaj, ka mundësi të kaloj nëpërmjet, po themi, sistemeve të shpejta, ka mundësi të kaloj direkte pa pengesa dhe pa ndalesa, dhe kjo e bën, po themi, atë imazhin e parë të mirë për çdo turist që vjen në Shqipëri. Nga gjërat të cilat ato, po themi, i pëlqejnë shumë në Shqipëri, padyshim është edhe ajo pjesa e restoranteve, që ne në realitet e shohim normale, por ato e shohin si diçka shumë të rëndësishme kur përballen edhe vetë me, po themi, pronarët të cilët punojnë dhe shërbejnë. Kam pas raste që vetë pronari shërbente, po themi, bënte pjesën e kamarierit. Dhe duke qenë që unë e njihja, po themi, pronarin, i thoja turistit që shiko se ky është vetë pronari. Pra ishte diçka e mahnitshme për to.
Ka pas raste nga të tjera të cilat po themi nga bakshishi i madh që kanë lënë, padyshim kanë krijuar edhe familjaritet, kanë krijuar edhe shoqëri, por kanë krijuar edhe po themi një imazh të mirë edhe për ato turistë. Her pas here turistët arab nuk kanë po themi një imazh të mirë për shkak edhe mediave edhe asaj bumit të madh që ka ndodhur ndër vite, por duhet të klasifikojmë turistët arab të cilët vinë nga po themi pjesa e gjirit dhe turistët arab në përgjithësi. Nëse turistët arab vinë po themi nga Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Omani, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, nëse vinë nga këto 6 shtete, ne duhet të kuptojmë që janë turistë elitar. Por nëse vinë nga shtetet tjera, padyshim që duhet kemi, po themi, kujdesin tonë, duhet kemi edhe ato rezervat tona. Nuk duhet t'i fusim gjithë, po themi, në një thes, sepse nuk e ndihmon, po themi, gjithë këtë sektor. Shumë nga turistët, kur vinë në Shqipëri, kam pas rast, për shembull, një nga hotelet në qendër të Tiranës, i ka dhuru telefon një nga punojësve të cilët e kanë ndihmuar për diçka shumë të vogël. Janë njerëz të cilët po themi të ndihmojnë, por janë njerëz të cilët të vlerësojnë mbi të gjitha, sepse jo çdo kush që ka po themi lek apo ka para di të vlerësoj tjetrin, jo çdo kush që ka pasuri di të jap apo di të ndihmoj, prandaj duhet të kemi, si më thënë, sa më shumë një mikpritje për gjithë racat apo për gjithë komësit. Një nga gjërat interesante që më ka ndodhur në lumin e Shalës, i them një nga operatorëve atje, i them si duken këto turistët arab, a janë bezdisshëm, si po kalon me to. Edhe më thotë që shiko se lekun të gjithë një ngjyrë kanë. Dhe kjo ishte një diçka shumë e madhe, realisht, sepse në fund të ditës lekun gjithë një ngjyrë kanë, ne për lekun synojmë, por ne duhet të kemi parasysh edhe imazhin e Shqipërisë nëse duam të marrim një pasuri e cila nuk na takon. Prandaj, nëse duam të jemi të qëndrueshëm në këtë sektor, duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të jemi të sinqert, duhet të jemi praktik edhe të mos abuzojmë me çmimet. E drejt, abuzimet kanë qenë një nga diskutimet më të zjarrta, sidomos gjatë sezonit veror për herë, kështu që unë shpresoj që të shkojmë drejt një sezoni veror, duke qenë se disa vende kanë hapur sa më cilësor në ofrimin e shërbimeve, po patjetër edhe në përshtypjen që do të kenë këta turistë pasi të largohen nga Shqipëria dhe urojmë të na sugjerojnë njerëz të tjerë të sjellin padyshim promovimin që ne kemi të nevojshëm. Dhe për ta mbyllur, Isa, nëse do ta shisje, po e bëj kështu me thonjza Shqipërinë ndaj një të huaj me vetëm një fjali, çfarë do t'i thoje? Pra, cila do ishte fjalia që ti do përdorje për ta sjellë atë njeri në Shqipëri? Do i thoja që eksperienca që do marrësh në Shqipëri do jetë shumë e veçantë. Përveç çmimeve që do gjesh më të lira në rajon, do kesh edhe një mikpritje dhe do familiarizohesh me të gjithë ne. Kështu që mos e le të të humb ky rast, mos e le të të humb ky destinacion i ri për ty, dhe të garantoj që Shqipëria, sa herë që të vish, do jetë një Shqipëri ndryshe. Realisht, Viola, është shumë e rëndësishme që unë kam pas disa turistë në 2018, 2019 dhe kanë ardhur prapë 2025 dhe të gjithë janë të habitur me zhvillimet që po ndodhin në Shqipëri. Ne nuk e vrejmë dot sepse po jetojmë në këtë vend dhe na duket diçka normale, por realisht Shqipëria ka ndryshuar dhe ndryshimi është për mirë. Kjo është për të përgëzuar, ne po ecim në drejt hapave të sigurt dhe drejt hapave të zhvillimit. Akoma kemi shumë për të bërë dhe asnjëherë nuk mbaron zhvillimi, sepse edhe vendet më të zhvilluara në botë po vazhdojnë të zhvillohen. Doja të thoja edhe diçka sa i përket një rasti në Japoni. Vjet ka ndodhur në Japoni, në një nga vendet turistike. Bashkia doli me deklarata që nuk lejohen më fotot në atë vend, sepse u popullu aq shumë sa që po bënte probleme kause në trafik dhe në akomodim. Kështu që ne nuk jemi në këtë lloj faze.
ne jemi në fazën që duhet të rritemi. Na duhen gjitha llojet e kategorive të turistëve, na duhen gjithë turistët të cilët vinë dhe e shohin këtë vend, sepse në fund të ditës na mjafton ose na duhet imazhi i mirë për Shqipërinë. Nuk kemi vetëm hotele, po themi me 4 yje, me 5 yje apo me 5+, por ne kemi edhe hotel 3 yje, kemi edhe bujtina, kemi edhe Airbnb apartamente, kemi pra gjitha llojet. Prandaj duhet kemi turistë nga gjithë anët dhe nga gjithë llojet, prandaj sa më shumë të japim, po themi, turizmit vëmendje, aq më shumë do na përkthehet në buxhet dhe në të mira. E drejt, nuk ka asgjë që nuk të sjellë të mira nëse i përkushtohet. Shumë falenderoj Isa dhe të uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit juve. Kënaqësi.